Banorët e Shkozës në Tiranë, brenda pak javësh, do të kenë një rrugë të re. Kryebashkiaku Erjon Velia dhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati kanë inspektuar punimet. Velia tha se këtë verë bashkia nuk do të ketë pushime, ndërkohë që paralajmëroi prishin e disa mureve rrethuese që rruga e re të jetë brenda standardeve. Një pjesë madhe të kohës ta ndërtojmë me infrastrukturë, një pjesë madhe ta ndërtojmë me kulturë. Pra t'ju kërkojmë qytetarëve që në emër të mirës publike, të trotuarëve dhe rrugëve të përbashkëta, të tërhiqen avllitë e tyre për të siguruar që kemi rrugë dinjitoze dhe kemi një hapësirë publike që i trajton të gjithë si të barabartë. Ndërkohë kemi filluar dhe me rrugët anësore dhe besoj që kjo do të jetë një verë pa pushim për Bashkinë e Tiranës. Nga ana e tyre, banorët nuk kanë kundërshtuar prishin e mureve dhe objekteve. Gjaxhi, nesër na ndihmosh me ashtu çik fare murin, që të bëhet trotuari kalamojve. Po është ministri, kam thënë ka qenë zgjedhje të bëjnë. Ti vazhdosh, po këto murin ai se shisi pengohen. Pra do ta bëjmë drejt me atë tjetër. Kam pengesë, Je mo. Rikonstruksioni i kësaj rruge do të bëjë të mundur që qytetarët të lidhen edhe me rrugë të tjera, siç janë rruga Ali Demi dhe Sadik Petrella. Projekti parashikon punime të plota në trotuare, kanalizime, ndriçim, sinjalistik e tjerë.